Duke nisur me Prizrenin, tash nuk do të na befasojnë ky rinumërimi dhe ky shpërdorimi i votave në komunat e tjera. Mos po çuditëm, kur e kena pa 6.000 vota. Kështu që nuk mund të çuditemi, mirë po e mira kësaj është që prokuroria themelore janë aktivizuar më një herë, diçka që është shumë e nevojshme, edhe rasti tani sot i Malisheves jep me kuptuar që gjitha komunat ku ka filluar rinumërimi, çdo dyshim sa do i vogël të jetë, duhet të aktivizohen prokuroria themelore dhe të ndërmarrin veprime konform legjislacionit për të garantuar një proces të rregullt dhe demokratik dhe jo manipulim dhe vjedhje të votave në qendrat e numërimit, sepse rasti i sotëm kishim një rast ku shihet që dikon mbi 9.000 vota janë shtu kandidatëve, po çka është tjetra befasuese është që mbi 7.000 janë largu kandidatëve të tjera dhe kjo jep me kuptuar që këtu është një strukturim mirë i organizuar se si të manipulohet me vota, nuk kemi më të bëjmë me gabime teknike sepse është absurde me menduar që dikon 17.000 vota nëse i llogarisim total janë që janë këshpërdorur nga ana e komisionarëve. Po vetëm në një komunë, po flasim për Malishevën. Flasim vetëm për Malishevën, nuk e dim se çfarë do të na ndodhë nesër. 60.000 ishin në Prizren, pra dikon 60.000 vota ishin total. Prizreni llogaritet që ka më shumë qendra të votimit dhe ka numër më të madh të votuesve. Malisheva ka numër më të dikun 17 qendra të votimit, nëse s'gaboj, kështu që edhe për këtë arsye dhe numri i manipulimit të votave është më i vogël në krahasim me Prizrenin. Është metoda e njëjtë, mënyra e njëjtë, zëla që ju monitoroni pra proceset zgjedhore, a duken që është le të themi shkollë njëjtë që ke var manipulimit që ka ndodhur? Po, nëse e shohim nga ajo që ka dalë edhe në media, për shkak se ne nuk është që kemi monitoruar procesin e monitorimit në qendrat e numërimit, mirë po nëse i shohim mënyrën dhe formën e manipulimit, i bie që është pothuajse e njëjtë, që i bie që këta komisionerë siç duket janë përgatitur nga kandidat, mos themi nga partit, po themi nga kandidat të caktuar dhe në këtë rast edhe ndoshta hetimi do duhet të filloj qysh prej anës se kandidatëve për që kanë kandiduar në zgjedhjet parlamentare, sepse siç duket nuk po besoj që ndonjë komisioner krym veti, nëse mund ta shuaj në jargonin popullor, i ka shtu vota një kandidati ose kandidateje apo ja ka mshef votat një kandidati tjetër, po do thotë që ka qenë mirë organizuar dhe strukturuar, ndoshta drejt për i vet kandidatëve potencial. Çto po do të pyes avokat ty. Pas parasysh pra e pam edhe sot 15 persona shkojnë në ndalim, e pam 23 në Prizren më herët në paraburgim, po dua të pyes, situata e tillë ku hetimi lehtë çon deri te këta persona të cilët kanë qenë kryesues qendrave komisioner. Mirë po, a ka bazë për një haptutje, pra për ta vazhduar hetimin edhe një haptutje, se si sa zoti Ilhaj që kryen veten ashta kërkosh si ka bëj këtu? Po Dybran, unë fillimisht du me theksu një fakt. Para se të flasim në terma ligjor juridik, du të me kuptu që manipulimi me votat është sulm i drejt për drejt ndaj vlerave të demokracisë, pra dhe vullnetit të qytetarëve, e prandaj dhe pastaj zatën është edhe inkriminuar, pra për të mbrojtur këto vlerat të demokracisë, manipulimi me vota është inkriminuar edhe si vepër penale.